Nxënësit e shkollës Ramazan Karaj në Nikël prej kohësh vijojnë protesta dhe bojkotin e mësimit në lidhje me ndërtimin e shkollës së tyre. Edhe gjatë kësaj jave, ata kanë bojkotuar mësimin në 2 ditë për mungesën e godinës në fshatin e tyre. Prej tërmetit të nëntorit të 2019-s, shkolla në Nikël është e rrafshuar, ndërkohë premtimet për rindërtimin e ambienteve të reja kur nuk janë zbatuar. Që nisemi shumë vonë dhe vim shumë vonë në masdite. Jo gjitha orët bëhet, sidomos ora 7 nuk bëhet fare. Shumë e vështirë, kur kthehemi në shtëpi është tërësuar dhe lëndët nuk zhvillohen të plota. Në autobus, mëtoni, vajtje ardhi? Po. Po në autobus, sa nxënësit? Varet nga stacion, disa stacione kanë më shumë, disa kanë më pak. Jemi rreth 4 stacione dhe gjithmonë në autobus nuk kemi që ulemi të gjithë, disa qëndrojmë në këmbë dhe nuk kemi të sigurt se kur frenon autobusi jemi në këmbë dhe mund Ja, jemi në këmbë gjithmonë, ose edhe kur shkojmë dhe kur vim. Është vërtet se 4 fshatra nga këto zonë shkojnë në shkollë? Po, 4 fshatra. Dhe vin autobusat gjithmonë na marrin në stacione. Është sot oraret nuk bën të plota dhe gjithmonë vim më herët në shtëpi. Edhe tek provimet pastaj kemi më të vështirë sepse nuk e kemi marrë mësimin të plotë dhe kemi më të vështirë që të zgjidhim. Po, do vazhdojmë për të stem derisa të marrim një përgjigje që shkolla jonë të ndërtohet. Shkolla ku ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm rreth 455 nxënës u është dëmtuar në tërmetin e nëntorit të vitit 2019, po prej 5 vitesh rindërtimi i saj nuk ka nisur ende, ndërsa arsyet për këtë nuk jepen, pasi ajo është financuar nga fondet e Bashkimit Evropian. Prej 5 vitesh nxënësit bëjnë mësim me orare të reduktuara në shkollat e tjera të fushkrujës.